28 nëntori është një ditë e veçantë për popullin shqiptar anëmbën botës, kudo që janë. 28 nëntori është dita e flamurit kombëtar. Është ditëlindja e legendarit Adem Jasharit, njëkohësisht është edhe dita e ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Andaj edhe një herë në emër timit personal, gjithë grupit këtu që jemi në drejtim të Shqipërisë Vlorës për me festu, urime dhe festa, gjitha të mira të festofshim gjithmonë. Faleminderit. Gëzuar. Atje do të shkojmë, kemë programin, do të qëndrojmë të në ditën atje, do të festojmë atje, pastaj do të kthehem në Golem, kena me bujt një natë, pastaj ditën e shtune do të vizitojmë Tiranën dhe do të kthehem në Kosovë prapë. O shumë e rëndësishme. Ne na mësua me festu gjithmonë 28 nëntorin edhe asnjëherë do të halom ta humbim këtë festë. Kjo festë e jona, e gjithë shqiptarëve. Për neve popullin shqiptar, kjo festë është festa më madhore e mujt nëntor, sidomos shpallja e pavarësisë, ngritja e flamurit 28 nëntorit në kohën e Skënderbeut, ditëlindja gjithësisht dhe lufta më madhore për neve kosovarëve, gjithësisht shqiptarëve të Kosovës e Kosovar, na ka mbetë vetëm emri e Adem Jasharit dhe çlirimi prej dhunës serboslave, që jemi të gëzu këtë liri dhe jemi ba thuajse një. Inshallah don Zoti të kemi edhe bashkimin kombëtar, një ëndër të cilën të jetën e kemi andru dhe e kemi vujt gjenerat pas gjenerate. Ku do e festoni, në cilë qytetin është? Është traditë e jonja, sidomos në kolektivin të cilin i kom taku dhe tani jemi pensionist në shkollën Shtyven Gjeçovi, s'ka vit që nuk vim për 28 nëntor. Do të shkojmë në Durrës, do të shkojmë në Vlorë, në Berat, në qytetin më të shajtë të popullit shqiptar po ashtu, dhe gjatë kthimit do kthehemi në Tiranë. Shumë e rëndësishme, kjo ngërthen vete disa festa dhe ne për ata përshkojmë me festu bashkë me vëllezërit tanë. Çfarë përfshin 28 nëntorit të thuat disa festa? Ditën e Republikës, ditëlindjen e legendarit Adem Jashari, këto janë festat më të mëdha të kombit tonë, edhe normalisht Skënderbeun si pris i kombit. Po shkojmë për të festu dhe kemi një turnir futbolli për festën. Ku do shkoni? Do jemi te Redi e Jupi, do luajnë fëmijët tonë futboll.